Vetëm duke konsumuar një sheg çdo mbrëmje për 30 ditë do të kuronit këto probleme. Shumë studime kanë vërtetuar se shega është një nga frutat më shërues në botë për shkak të ndikimit të dobishëm në sistemin kardiovaskular dhe atë nervor. Doza ditore e ekstraktit të shegës mund të ndihmojë në uljen e tensionit dhe nivelin e kolesterolit. Shkencëtarët konsiderojnë se mund të reduktojnë rrezikun e sëmundjeve në zemër te persona mbi peshë me 17%. Përveç dobive për zemrën dhe enët e qakut, përbërësit e shegës pengojnë në zhvillimin e problemeve të gjirit. Sipas Healthy Food, ato janë frutat të cilët reduktojnë edhe dhimbjet e muskujve. Përveç kësaj, lëngu i shegës përmirëson funksionin dhe rrit gjithashtu kualitetin tuaj riprodhues. Mund të përdoret shega në mënyrë sa më natyrale për të përgatitur xhelatinë, ëmbëlsira, shurup, lëngje, ver, uthull dhe çaj. Shega ka ndërveprime me ilaçe të ndryshme, prandaj nëse i konsumoni në sasi të lartë, duhet të tregoheni të vëmendshëm.